Kandidati për kryetar komune të Gostivarit nga koalicioni Vlen Nevzat Bejta në një konferencë për shtyp ka prezantuar 2 dokumente për të cilat tha se lidhen me mënyrën e menaxhimit financiar nga ish-udhëheqësia e komunës. Sipas Bejtës, dokumenti i parë prezantuar mban firmën Arben Taravarit dhe ka të bëjë me rregullimin e sallës së Këshillit Komunal. Salla e Këshillit, e cila kushton për ta bërë të efektive, mund të kushtone më shumëti 50.000 euro. Ata e kanë ndërtuar sallën e Këshillit, e cila ka kushtuar parafërsisht 750.000 euro. E kemi dokumentin, çmimin e kemi edhe e nënshkruar nga Arben Taravari. Ky është keqpërdorimi më i madh në historinë e Republikës së Maqedonisë edhe më gjerë. Do ju prezantoj fotografit e sallës. Karikja ku ulet kryesuesi i Këshillit kushton 30 euro, kurse ata e ka menduar çmimin e karikës mbi 10.000 euro. Ndërkohë, dokumenti i dytë, siç u shpreh ai, referohet të lidhjes së një marrëveshjeje me një kompani për përgatitjen e projekteve për komunën e Gostivarit. Për ta përgatitur një projekt për nevojat e komunës kushton 5.000 euro. Këta e kanë bërë çmimin 200.000 euro. Ja në këtë formë ata e kanë shkatruar qytetin dhe e kanë dëmtuar buxhetin e komunës së Gostivarit. I kanë fytur duart në buxhetin edhe kanë marrur aq sa ata kanë pasur dëshirë. Bejta theksoi se sipas vlerësimit të tij këto marrëveshje nuk janë lidhur me kompaninë nga Gostivari, por me subjekte nga qytete të tjera, çështje që sipas tij meriton vëmendje dhe sqarim publik. Të gjithë keqpërdorimet që i kanë bërë me kompani të cilët nuk janë të komunës së Gostivarit. Asnjë kompani e komunës së Gostivarit nuk është e përfshirë në keqpërdorimin e mjeteve financiare që i ka bërë Arben Taravari nga buxheti i komunës. Ai njoftoi gjithashtu se në ditët në vijim planifikon të prezantojë edhe dokumente të tjera, ndërsa konferencën e radhës për shtype e paralajmëroi për të premten e kësaj jave.